Policia e Vlorës ka vënë prang nga 3 shtetas që shisin lëndë narkotike, kokainë dhe kanabis. Në komunikimin zyrtar, policia bën me dije se në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e rasteve të shitjeve të lëndëve narkotike, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorin vendore të policisë së Vlorës evidentuan dhe goditën 2 raste të njëpasnjshme, si rezultati të cilëve u arrestuan 3 shtetas të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Në lagjen numër 1 Sarand, shërbimet e policisë kapën në flagrancë një shtetas 41 vjeç në banesën e një shtetaci 46 vjeç, duke e përgatitur doza me lëndë narkotike kanabis. Gjatë kontrollit u sekuestruan 12 doza me lëndë narkotike të dyshuar kanabis të gatshme për shitje. Po ashtu në lagjen Kushtrimi në qytetin e Vlorës, gjatë kontrollit fizik ndaj një shtetasi 21 vjeç, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provave materiale 2 doza të dyshuara lëndë narkotike e kokainë gati për shitje. Policia bën me dije se në vijim të veprimeve procedurale, në të 2 rastet u bë arrestimi në flagrancë 3 shtetasve të përfshirë në këto veprimtari. Materialet procedurale tashmë ndodhen në prokurorinë përkatëse për veprime të mëtejshme.